kur unë lexoj diçka, unë lexoj dhe ju tregoj çka po lexoj. Unë kur e kum lexu ajetin 55 të surës Ali Imran, në Shqip, ku bëhet fjalë për Jezu Krishtin, Isaun, birin e Merjemës, aty ku më thonë se për e lexoj përkthimin e profesorit tim Sherif Ahmeti. Dhe në ajetin 55 përmendet fjala te be ajn. Nëse shkoni të surja Al Imran, ajeti 55, që në përkthim profesori im Sherif Ahmeti e ka përkthy besim. Attabi'uke. Kjo keja në fund është për emër vetur. Bëhet fjalë për Krishtin. Dhe bëhet fjalë për ata që e ndjekin Krishtin, Jezu Krishtin, Isaun, birin e Merjemës. Gjithashtu në fund të paraqitjes time, unë e potencova, nuk është siç mendojnë disa. Se si që dini, Jezu Krishti, Isau, biri i Merjemës, nuk ka ndërtu kisha. Të njëjtën gjë dhe Muhamedi i Kuranit nuk ka ndërtu xhamia. Unë jam ai që ju kom thonë, Jezu Krishti është fryma e pastërtisë, dhe vendoje kontaktin dhe bën thirrje të Zotit më të ardh fryma e pastërtisë, pa trokitjet e vezveseve dhe gjurmëve të djallit mallkuar. Dhe fryma e besnikrisë, Ruhul Kudus dhe Ruhul Emin. Tani jetën përpiqem të jem në Ruhul Kudus dhe në Ruhul Emin. Ruhul Kudus fryma e pastërtisë, Ruhul Emin fryma e besnikrisë. Dhe ju e dini se kur e kum lexu përkthimin e këtij ajeti, unë e kum lexu siç e ka përkthyer Sherif Ahmeti. Prandaj e po ashtu sot ta jap edhe një ndihmes për juve, nuk e kam obligim, as ju nuk e keni obligim me ndëgju Tim Shkupin, se kur nuk shkruan Kur'an, ju me ndëgju Tim Shkupin, djalin e Rifatit. Po si lajm që unë e kam dhe unë jam shumë në rregull në vertikalën time në salatin tim, në vertikalën time me Zotin tim. Mirë po me ndo këtë informacion me juve. Hapen klafat, ka thonë, ka shkrujt profesor im i nderuar Sherif Ahmeti, për kujto o i dërguar, mbyllën klafat, bëhet fjalë për të parin. Ati që për herë të parë ju është zbrit lajmi i Kuranit. Kur Ilahu tha, zakonisht e përkthejnë Allahu tha, o Isa, o Krisht, unë po të marr ty, po të ngrej tek unë e keni në aplikacione, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk besuan. Kjo ne që nuk besuan është kefere. Kjo kefere, dhe më thonë, po të shpëtoj prej atyre që janë jo mirë njohës. Kefere që janë qafira, mohojnë të vërtetën. Mohojnë të vërtetën, nuk janë mirë njohës, janë bukshkel. Apo më kuptoni? A din sa keq është me qenë jo mirë njohës? A din sa keq është me qenë bukshkel? Me qenë jo mirë njohës, me qenë bukshkel, ti e qafir. Asni udhëzim, asni informacion nuk të vjetë të ty. Kjo ka dhe mënyra se si ti bëhesh qafir. Jo ashtu si që kanë tregu. Ajo është, këtë diçka tjetër, është kallap, më ta shti frigën, pasë në kocë,
dhe mi shërbi një sistemit, një regjimit, që sot është i vdekur dhe nuk ngjallet. Deri në ditën e Kiametit. Nuk thot deri në ditën kur të shkatërrohet Izraeli, ose kur të bëhet shteti i Izraelit, apo deri ditën kur ka luftë në lindjen e mesme apo në lindjen e lartë, po deri në ditë Kiametit. Edhe këtë punën e ditë Kiametit duhet me shpjegu dhe me dhënë informacione plotësuese për të gjithë njerëzit që flasin shqip dhe që dihen veten që janë shqiptar. Dhe pastaj fraza është gjal, gjë është emër veprues. Kto ka orë në këtë Kur'an emër veprues. I thojnë në gjuhën e sintaksës ismul fa'il. Gjailu. Dhe më thonë do t'ju bëj juve që e ndiqni. Kënd që e ndiqni Krishtin, Jezu Krishtin, Isaun, birin e Merjemës, mbi ata që janë qafira. Dhe shikim të parë, dhe bo një pyetje nëse dojmë me gjetë vërtetën, kush janë ata? Kush janë ata që e ndjekin, pra jo që e besojnë, që e ndjekin Krishtin? Unë atëherë e kum lexu për kthimin e ajetit. Fjala është TBA. TBA. Të gjithë ata që e ndjekin Krishtin. Çka përfason Krishti, çka simbolizon Krishti? Isau i biri Merjemës. Kur përmendet, kur ka jetu, si ka jetu, se Kurani është libri që e nxjerr si përfaqe veprën e Jezu Krishtit dhe e kallëzon të vërtetën e Jezu Krishtit. Dhe të gjithë ata që ndjekin Jezu Krishtin, të më thonë, boshti kryesor, bërthoma kryesore e mësimeve të Krishtit është paqdashësia. Jo rastisht kanë thonë, nëse goditesh në njërën faqe, ktheje tjetrën, atëherë je bo paqdashës i vërtet. Dhe tani, nëse ban një hulumtim pak si të vogël. Në 2003, unë kom qenë në Londër kom qenë. Kur ishim përgatitjet me sulmu Irakun. Bushi i dytë. Në bashkëpunim me Britaninë e Madhe dhe Tony Blair. 2 milion njerëz në Londër kanë protestuar në emër të paqdashësisë. Nuk kanë dashur Britania e Madhe ta sulmoj Irakun Saddam Hussein. Dhe kur e mormi në përgjithësi dhe shikojmë sot si është bota, ku ka protestat të paqdashësisë. Kanë perëndim. A mund ta gjejmë një protest paqdashësisë në lindjen e mesme? Asnjësën e gjejmë, se nuk janë paqdashës. Se me shumicë atje nuk e kuptojnë hinoren. Prandaj, me ndjek paqdashësinë, mësimin e Isaut, Jezu Krishtit, birit Merjemës, jo me ndjek kishën, se në kishë nuk rre Jezu Krishti. Në realitet, në kishë e kanë mbyllur priftat Jezu Krishtin të gjitha sekteve të botës kushtimisht pojza krishtere. Të njëjtën gjë qysh e kanë botë të ashtu quajtrit sot që quhen musliman, që e kanë mbyllur Allahun dhe Muhamedin në për xhamia. Që nuk është në Kur'an nuk e ki ashtu. Nuk e ki ashtu. Pra, unë jam strikt ndjekës i germave, i frazave
të Kuranit që janë shumë të sakta që nuk e lejojnë njeriu me gabu. Që kjo fjalë, te, be, ajn, në tërë Kuranin, përmenet 174 herë, në 88 forma të ndryshme. Për herë të parë këtë fjalë në Kur'an e gjejmë te ajeti 38 i surës 2, surës El-Bakara. Dhe nëse shkoni te ajeti 38, do t'va lexoj për kthimin e profesorit tim Sherif Ahmeti. Ne ju tham, dilni prej aty që gjithë, e juve gjithçysh do t'ju arri udhëzimi prej meje. E kush e pranon udhëzimin tim, për ata nuk ka as frikë, as që do të brengosen. Tu përmendet për herë të parë fjala te, be, ajn nga e djatha në të majtë. Femen te ben hudaje. Pra, bëhet fjalë me njëherë pas informacioneve që i morrin në lidhje me Ademin, njeriun Adem, prej gjaku, dhe zbritja e tij në tokë. Dilni gjithë. Ehbitu, hebitu, do të me shpjegu, ku më thonë dhe meni do komentar ma herët. Pra, gjithashtu ju kom informu, nuk ka njeri në tokë që ka vdek, nuk është sot në mesin e gjallë. Nuk ka njeri që është sot në mesin e gjallë. Dhe nuk do të ketë njeri që do të vinë gjenerata pas nesh, që nuk i troket Ilahu, Zoti i vërtet me udhëzim. Mirë po, dikush e pranon udhëzimin dhe fillon të korrigjohet. Dhe ta kuptoj rolin e tij, se planifikuesi më i mirë është Ilahi, Zoti i vërtet. Dikush nuk mund ta pranon, bëhet për hoxh dhe për prift. Dikush çoroditet krejt. Pra përmenet fjala hidajet. Fjala hidajet i ka 3 germa. He, e frymës e më shkrive, d e let, dhe j. E kundërta e qësoj he, d, j, është he, v, j. Derisa edhe një germ e Kuranit është huda, udhëzim, dije dhe nuk është eva. Dije mashtruese e njerëzve pse u amërmendja se janë kompetent be gajri sultan. Vetëm ndryshon germa e mesme. Te para është d, te dyta është v. HDJ është udhëzim. Pra, si cili njeri në tokë, nëse ruhet prej zilis, prej xhelozis, prej urrëtitjes, ka zemrën e pastërt, ka thirr frymën e pastërtisë, thot çdo mëngjes Zot ma jep frymën e pastërtisë, Ruhul Kudus, dhe ma jep frymën e besnikërisë, sigurisë, Ruhul Emin, dhe mos lejo të jem prej atyre që janë të hidhruar me vetveten, ta njerëz me gjos 100% pranojnë udhëzimin prej Ilahit. Dhe pastaj fillon Rahmani të famëson Kur'anin. Zoti gjithëmëshirshëm Er-Rahman ja ka mësuar Kur'anin, allem el Kur'an, shërbetorit të tij të sinqert. Dhe Zoti është ai që e ka krijuar njeriu, khalaqal insan,
dhe Zoti ja ka mësuar atij sharimin, allamehul bayan. Pra HDJ, e kundërta e kësaj HDJ është heva dhe nuk është huda. Unë e shoh se bota dhe qasja ime në raport të informacioneve qiellore është gjithnjë në huda. Se unë ndjeki strikt Kur'anin, informacionin e Kur'anit. Nëse shkoni te surja e 7 El Araf, aty përmendet gjithashtu fjala TBA. Ata që ndjekin librin, shkrimin e shenjtë, ata janë në rrugën e vërtet, jo në rrugën e hevas. Çdo herë unë e kthej gishtin te vetvetja për çdo veprim kur e di që më del keq. Pra Tim Shkupi nuk flet në hava, kur thot se Krishti nuk ka ndërtu kisha. Gjithashtu nuk flet në hava kur thot që Muhamedi nuk ka ndërtu xhamia. Gjithashtu kur ju kum thon janë dy Muhameda, është shumë e vërtet, është Muhamedi i Kur'anit dhe Muhamedi i hoxhallarëve i Bagdadit, që na i kanë pru janë i qertë e sultanit trevat e balkonit. Dhe nuk është e vërtet që Leka nuk ka pas zot. Leka i madh, Aleksandri. Dhe nuk është e vërtet që Gjergj Kastrioti nuk ka besu në zot. Ai ka besu në zot dhe shumë fuqishëm ka besu në zot. Dhe zoti i Gjergj Kastriotit ka qenë i vërtet, se ka qenë në tokën e tij. Kurse zoti i sultanit ka qenë zoti i haremeve, se Muhamedi i tij ka qenë Muhamedi i Bagdadit. Në disa krahinat tona, që jemi konxhirosur me jetën e hoxhallarëve dhe hoxhallarët ne kanë bën rregullat e lojës, e dim çka do të thonë fjala tabi. Zakonisht në disa krahina edhe në Maqedoni dhe në Kosovë e përdorin ju bona tabi imamit. Cilit imam? Kur lidhen këto namaz, hoxha del përpara në xhami, këto tjetrën ditën mbrapa, dhe këto ju bohen tabi imamit. Do më thonë, e ndjekin imamin. Po është interesant që edhe në Shqip ne përdormi si shprehje kemi me u bon si ti. Do më thonë për ndjeki imamin. Tani, mua një pjesë e madhe e shqiptarëve, keni kujdes, e shqiptarëve, më thirrin imami i shqiptarëve. Dhe me përgjithësinë më të madhe ju thënë, ju që e ndiqni imamin e shqiptarëve, e largoni zilin, xhelozin, urrëtin, akumuloni devotshmëri për paqdashësi dhe bamirësi, ju e keni fitu parajsën në tokë. Ju punë të keni mirë në tokë. Dhe kër i keni punë të mirë në tokë dhe keni ndërtu parajsën në tokë, ju jeni të gatshëm me katapultu në tjetrën akoma më mirë. Kurani të gjitha informacionet i ka për në tokë, në dynja. Si fitohet xhenetin në tokë? Jo atë xhenet që va tregojnë këto çilpopat me shtatet i ri, me prallat Bagdadit, të Sheherzadës, të kalifit Harun al-Rashid 1001 netve. Pra, bane men, ajo që ka qenë ka shumë e rëndësishme, është lidhja jote, ti mu këthy te vetvetja, mos me leju vetvetja, vetvetja tëja, mund shëndrot nësë mu bo vezvese, a vetvetja mu bo vezvese, dhe është një ajet
të surja e fundit e Kuranit, e 114 është vetëm një sherr që duhesh mi përdor 3 aplikacione, më rujt vetëm prej një sherri. Cili është ai sherr? Min sherril vesës tonë. Kur të kap hevaja dhe mendon që dikun Kur'an shkruan që ti duhesh me dëgju Tim Shkupin. Tim Shkupi është më të adhan lojme. Unë nuk jam një dajer. Të jap informacionin, për nëse ndjek Tim Shkupin, informacionin e Tim Shkupin, që janë 2 Muhameda, një Muhamed i vërtet, i Kuranit, dhe Muhamedi Hoxhallarve, Naim Tërnavës, Shaqir Fetohit, i Bagdadit. Dhe shqiptarët kanë problem me Muhamedin e Bagdadit, jo me Muhamedin e Kuranit. Ne kemë problem me Hoxhallar që e ndjekin Muhamedin e Bagdadit, që ka fluturu me qilim. Kur kon Kur'an nuk shkruan libër që Muhamedi i vërtet i Kuranit ka fluturu me qilim. Kur kon nuk shkruan që i ka pas 13 gra, 11 gra. Kur kon nuk shkruan ajo çka trumbetojnë ata. Dhe problemi lind këtu, sa ata janë tjetërsu, është krejt në rregull, por ata duhet më thirrën paqdashësi, ata vetëm gojën e kanë për paqdashësi, por veprën dhe punën nuk e kanë. Dhe janë shumë të rrezikshëm. Dhe unë jam i pari që kum dal me thy një tabu tem të madhe, se ne që kemi mbet jashtë Shqipërisë pas vitit 1912, 1912 është ngrejt flamuri i batilit, është ngrejt flamuri i të vërtetës, është rënu flamuri la ilaha illallah. Shkaktar janë hoxhallarët. Hoxhallarët organizimi i tyne. Ne jemi rrit mos mi desh shqiptarët e Shqipënisë. Vetëm ata të cilët kanë qenë kështu, të udhëzuar prej Ilahit, që ne kemi qujt ateista, e kanë desh Shqipënijën, me të mirat dhe me të këqija. Dhe ne me rezultat i punës dhe i thirrjeve tyne, jo i hoxhallarëve. Me këto thirrje të hoxhallarëve, të 20 vjetë e funit, vetëm konflikte ndërmjet veti kot së koti që ne nuk dim mi shpjegu. Organizimi hoxhallarëve është me shkatërru kombin shqiptar me pasurit që ata i quajnë vakufe. Që i quajnë vakufe për me laga ata fytin e tyre. Në Kur'an, në libër janë informacionet thuajse njëjtë, edhe në Bibël, kur fletë edhe Bibla, dhjata e reja, dhjata e vjetër. Zotin, kur e thirrë e kinë zemër. Por nuk e thirrin hoxhallarët Zotin. E vërtet, ato e thirrin Zotin e vakufeve. Dhe me lag fytin e tyne. Dhe dikush me paramendim ka punu më ju lën strukturë dhe infrastrukturë për më na bë domë neves. A keni qartë jo? Prona e tokës, e kujt është toka? Toka është e Ilahit. Lillahi ma fis semawati wa ma fil ard. Të Ilahit janë çka ka në tokë dhe çka ka në qije. Ka vakufe. Vakufin e kanë shpik shekullin e 11 dhe Imperatorinë Osmane ka pas krejtësisht rol tjetër. Fjala vakuf, vaf, kafe, përmenet në Kur'an, përmenet vetëm 4 herë, po jo me këtë kuptim që e trumbetojnë qilpopat e Efesit, Bagdadit, që kanë trashëgu diçka pa djersë dhe pa mund. Pra, toka është e Ilahit, në instancë tjetër toka është pronë e shtetit, dhe shteti vendos. Qeveria vendos, qeveria në zgjedhjen qytetar. Keni qartë ajo? Pra, kjo është me ndjek me ndjek
mësimet e sakta të Kuranit. Dhe shumë kushi ka dëshirë me ditë si mu lidh me Zotin. Lidhja më e mirë me Zotin është 24 orë. Zotin nuk e gjenë xhami, as nuk e gjenë kish, as nuk i ndihmon kombit shqiptar, interesave të shtetit shqiptar, me kish apo me xhami. E mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria. Kjo është rruga e vetme që i ndihmohet kombit shqiptar. Prandaj rilindasit kanë qenë të illuminuar, kanë qenë të ndriçuar. Prandaj ata kanë glorifikuar figurën e Gjergj Kastriotit për ta ndërtu shtetin. Vetëm që unë sot them, ne jemi zorreti i lirë dhe Mileti Skenderbeg. Zorret, jemi pasardhës të ilirëve arbrorëve dhe Milet diktat. Diktatin e Skenderbegut. Pra, jenë djekës i përpikti Kuranit dhe ty Kuranin të mëson Rahmani. Jo më të rritë menja pa marë frim në 6 dimensione. Se kur të mersh frim në 6 dimensione, e eliminon germën V, që është he dhe jë heva, dhe e zavendëson me germën D, he dhe jë heda, o zem i merë informacionet e sakta prej Rahmanit, jo prej Universitetit Medinës, jo prej Universitetit të Oxfordit. Keni qorda jo. Pra është devotshmëria e njerit. Unë besoj se jam shumë i qartë, pa ku më dhonë shpjegimin e përpekt në lidhe me fjalën të BA, ko ende shumë, po për sot që është e djellë, le të mbetet me kaq. Pra, nëse ju e ndiqni imamin për shkak të informacionit lajme që i ka, që nuk e kundërshtojnë logjikën e juaj. Nëse ju e keni eliminu zilien, xhelozien dhe urrëtien. Në aty ku ka shqiptari, nuk guxon me pas zili, nuk guxon me pas xhelozi, nuk guxon me pas urrëtie. Se këto janë ato trijat kryesorët që pastaj na i lindin priftat, popat, hoxhallar, na e bin armikun, shekullor na e ulin votër tonë. E keni qorda jo. Pra, gjithnjë duhesh me liftu, me vetveten, me eliminu zilien, xhelozien dhe urrëtien. Dhe me qenë ndjekës, jo i trendit shumicës, se i trendi i shumicës është hevaja. Se të gjithë pinë Coca-Cola pi edhe unë, të gjithë shkojnë xhamit shkoj edhe unë, të gjithë shkojnë kish shkoj edhe unë. Kishat dhe xhamiat janë domi më i madh çka ju ka bon pasarzëve të Zorretit, Ilir dhe Mileti Skenderbeg. Kur s'ka pas kisha dhe xhamia, Zorreti Ilir me një shpatë e ka shtinë sundim tokën Persia dhe ka rrinë deri në Indi. Kështu që ju përshëndes nga Shkupi, duke ju dëshiru juve shoqe, gjërat më të bukura që ju ta liftoni, zilin, xhelozin dhe urrëtien që më udhëzimi i Ilahit Rahmanit, me siguri, me besim te Ilahi gjithëmshëshmi, më shpëlot. Ju përshëndes dhe ju dushëm.